Dhe se kanë frikë se sot nuk kemi kushte për të vijuar në tutje. Caktuar sa unë të radhës për datën në 17 mars në orat 9 në këtë gjykatë. E kom kuptuar leximin e akuzës. Ne nuk kemi kundër që të lexohet atë akuza, por na duhet me ju njoftu që deklarimi e të akuzuarit ose klientit tim tash është i pamundur. Për shkak se siç e konstatoi gjykata, pak minuta para se ju të hyni në sallë, atij është dorëzuar një kopje të akuzës, e cila përveç se është voluminoze, kërkon edhe analizë sqarime edhe nga mbrojtja prej tij të anasjeltës, prej se kështu që dhe marrë parasysh të drejtën e tij që para se deklarohet të njoftohet hollësisht mbi akuzat që rëndojnë dhe ta kuptoj se cilën pretendent të ngritur kundër tij. Dhe se kanë frikë se sot nuk kemi kushte për të vijuar në tutje, sepse është e pamundur që brenda këtij afati të shkurtër akuza të lexohet e studiohet edhe Zoti Shabani lidhur me fajsinë të deklarohet. Unë kisha një ta kem blec para se të hynë këto. Dhe ma konfirmoj që ka nevojë me e marra këtë akuzën me vete, dhe se me lexu dhe me të taku bashkë pasi këta këtë mundësin me lexu jo veç dispozitivin për të arsyetime, dhe tek pasaj të japet mundësia për të deklaruar lidhur me fajsinë apo pa fajsinë. Duke qenë se i akuzuari ka të drejtë që të njihet me të akuzën, marrë parasysh propozimin e tij se në ujtet kohë që të analizoj këtë akuzë. Gjykata nxjerr argumentin. Dhe pritet sa mësa shqyrtimit fillestar. Caktuar sa unë të radhës për datën në 17 mars në orat 9 në këtë gjykatë. E kom kuptuar leximin e akuzës. E pranoj fajësien për bojtje Vetëm për fajësi.